Në vend që të mbështeste protestën qoftë edhe verbalisht si skile ose të kërkonte transparencë më të madhe për projektin, Berisha i quan protestuesit hipokrit. Në çdo vend tjetër, opozita, jo si kjo e Berishës, do përpiqet paktën të mbronte të drejtën e qytetarëve për të protestuar, por nuk e bën. Pas edhe nga slogani Rama në burg, Berisha në burg. Slogan që po ja thot qartë kreut të PD-s. Ti dhe partia jote nuk jeni aleatët tanë. Megjithatë, mjafton kaq që doktori të shigjetoj protestuesit. As pak. Minimalisht reagimi i Berishës është foshnjarak, hiç i mençur politikisht. Berisha mund të ketë hallet e veta, por si krye opozitar me provoj kjo nuk i falet. Për një opozitë që kërkon të zgjerojnë pushtetin e saj sikurse po e reklamon me të madhe, sulmi ndaj një grupi të rinj protestues kundër qeverisë e bën doktorin palme Ramën. Kjo është e qartë, e pranojnë ose jo udhëtarët e tij. Në vende të tjera me demokraci dhe opozitë normale, një protestë qytetare kundër qeverisë si kjo për Zvërnecin do të gjente të paktën mbështetje verbale nga opozita. Këtu, askush nuk e detyron Berishën dhe të tij të shkojnë fizikisht në protestë, sepse ata vetë e dinë që do t'i përzën me shkelma dhe fërshëllima. Por është përgjegjësi e opozitës të mbështesë protesta antiqeveritare qoftë edhe formalisht. Frikën e tmerrshme që PD-ja ka dhe që nuk e mund dot politizimi, mund ta zëndësoj fare thjesht me deklarata të tipit as mishe as peshk, sikurse është ka të ndisur vetë opozita.